Transmetimi drejt për drejti të premtes në datën 22 tetor 2010 do të rezervonte për publikun e gjerë vëmendjen sërish për ngjarjen e Bleona Matës. Në emocionet e paraqitura për ditët që po numërohen shumë shpejt, hapësiru la dhe diskutimeve të shprehura gjatë muajve të zhdukjes së vajzës. Edhe pse zhdukja Bleona Mataj ka shënuar muajin e 5 dhe asnjë gjurmë e saj nuk është zbuluar, policia së fundmi ju rikthye edhe një herë një dyshime që dikur e kishte hedhur poshtë dhe që ishte ai i marrjes së vajzës nga një kafshë e egër në pyll. Ky ishte publikimi i fundit përshtyp nga organet policore, ku operacioni i krejës së zonës mbeti thjesht në letër, pasi edhe sot e kësaj dite, ky vendim nuk u zbatua. Për humbjen e vajzës janë angazhuar dhe organet e tjera shtetërore, duke nisur nga prokuroria apo Interpoli shqiptar, të cilët e kanë shpallur vajzën në kërkim ndërkombëtar. Madje rasti i zhdukjes së vajzës së humbur kaloi edhe në debat parlamentar mes deputetëve të këtij institucioni, por deri tani nuk ka asnjë përgjigje zyrtare qoftë për familjen apo për mediat, të mëgjër për të gjithë opinionin publik. Paralelisht në ditët e para të rrëmbimit të 7 vjeçares, faqet e shtypit, edicionet e lajmeve nuk nguruan të publikonin çdo ditë lajme mbi vajzën, vërtetësinë e të cilave nuk e pohojnë asnjë nga pjesëtarët e familjes Mataj. Nuk kanë munguar gjatë natës informacionet që i përkasin vetëm shtetit grek. Emigrantët që kanë telefonuar nga Athina kanë treguar se një vajzë e ngjashme me Bleonën është parë në zona të ndryshme të kryeqytetit dhe madje vajzës mund t'i kenë prerë edhe flokët për të mos e identifikuar lehtë. Informacionet e shumta të mbërritura në adresë të emisionit e njerëz të humbur bën që këtë javë të risjellin edhe një herë historinë e humbjes të vitit 1997 të Sadete Hoxhës. Sa po kam bërritur pëlhura e parë e dimrit. Familja mblidhet pranë xhakut të shtëpisë, mbase për të mbrojtur pranë njëri tjetrit nga çdo gjë që ndodhi jashtë tyre, ose mbase për të përjetuar bashkë çdo moment mungese të njeriu të tyre të dashur. E vërteta e hidhur reflektohet në çdo fytyrë, në çdo shikim, që pothuajse në çdo minutë fokusohet në një fotografi të vënë në murin e shtëpisë. E çfarë u tha për vajzën në shtëpisë? U nis në nëntorin e vitit 1997 në drejtim të Italisë, nëpërmjet një skafi nga golemi i Durrësit. Kishin pasur probleme gjatë udhëtimit. Sadetja ishte mbytur. Familja sot edhe kësaj dite ka ende dyshime se vajza mund të jetë gjallë dhe ditën e humbjes ajo mund të ketë mbërritur në Itali. Verifikimet e kryera japin një tablo tjetër të historisë. Kërkimet filluan menjëherë me gjendjen civile, ku është regjistruar Sadete Hoxha. Pal verifikimin të kryer rezulton që prej vitit të largimit të saj, që prej vitit 1997, ajo nuk rezulton të ketë marrë asnjë certifikat prej kësaj gjendje civile. Ndërkohë që dua të theksoj patjetër që identiteti që ajo përdorte në Itali në largimet të përhershme që kryente ishte me emrin Vojsava ose Dragona Mirković, gjithsesi me identitetin e saj të vërtetë nuk është tërhequr asnjë certifikat që prej vitit 1997. Gjithashtu dua të vënë në dijeni të faktit se kemi kontaktuar me policinë e Durrësit. Asnjë skaf nuk rezulton i mbytur në datën 17 nëntor të vitit 1997. Në regjistrat e policisë së Durrësit e marrë kjo e konfirmuar, nuk rezulton asnjë skaf i mbytur. Unë themi se informacionet e para kanë bërritur edhe tashmë gazetarët për të marrë informacione për rastin e saj, na vijnë nga shteti italian, vend ky pra nga i cili ajo ka humbur dhe kontaktet me familjarët, ngelemi të fokusuar në Milano. Na kanë dhënë disa zona pra. Në këtë vend vitin 1999 një vajzë pretendon pra se ka takuar në këtë vit një vajzë të ngjashme me Sadete Hoxhën pra në një supermarket në Milano dhe pohon faktin se gjatë bisedës që ka pasur me këtë vajzë, ajo i ka pohuar se ishte nga Tropoja dhe gjithashtu se kishte edhe një fëmijë. Kjo konfirmon edhe një herë faktin sepse në momentin që Sadetja pra ka tentuar që të largohej, ka qenë 3 muajsh 7 zonë. Rubrika Ironia e fatit. Këtë të prende, solli historinë e një gruaje që sot mund të jetë 55 vjeç dhe kërkohet nga motra e saj. Ajo çfarë ka zbuluar ky emision
ka qenë prania e Vjollcës në qytetin e Korçës deri në vitin 1991 dhe prej kësaj date shkëputen të dhënat për të. Duket se kërkimet për gjetjen e vendodhjes aktuale të 55 vjeçares janë në rrugë të mbarë dhe së shpejti njerëz të humbur do të realizojnë në studion e tij bashkimin e dy motrave.